tendenca është për të krijuar, për ta paraqitur këtë si strukturë të krimit të organizuar, pra sigurisht që bie goditja tek UÇK-ja. Dhe në raport me UÇK ne kemi patur një qëndrim që nuk na sforcon. Një kom, një qëndrim. Dhe në këtë rast, të gjithë duhet të jemi një kom, një qëndrim në raport me atë që duhet të mbrojmë UÇK-n, vlerat e luftës, të mbrojmë Kosovën. Pastaj, për çdo gjë individuale është çështje tjetër, po ata nuk po e trajtojnë individualisht. Pra, akuzat nuk janë individuale. Ajo çfarë po shohim çdo ditë më shumë është që ka një tendencë, edhe kjo u duk edhe në përgjigjet që dha James Rubin, pra që mbrojti strukturën, mbrojti ndërhyrjen amerikane më shumë se sa vetë UÇK-n. Dhe lidhur me gravitetin e Tiranës, më ka bërë përshtypje një term i ri që ka filluar të hyjë, do të vi nga Prishtina, 2 shtetet motra. Çfarë do të thotë kjo? Më mirë thuj 2 shtetet tona, dhe nuk ka nevojë të futemi në këto familiaritetet, sepse në diplomaci nuk thot në i gjë të madhe kjo, 2 shtetet motra, ose 2 shtetet vlezër, ose 2 shtetet, çfarë është kjo? Këtu ka një shtet am, dhe kjo është Shqipëria, ne jemi këto që jemi sepse vim si pasojë një padrejtësie historike, kemi bërë një kompromis me këtë histori, pra kemi pranuar shtetet që na rrethojnë, japim kontributin në Maqedoni që ai shtet të funksionojë. Kemi njërë Kosovën, kemi dhënë kontribut për Malinezi, harrohet të përmendet që Shqipëria është një nga faktorët kryesor që kanë mbështetur pavarësinë e Malinezi. Mos them kemi qenë para, ndoshta? Nga të parë. Kemi qenë nga 3-4 vendet e parë që kemi punuar, dhe unë po e them këtu, kam qenë i dërguar për të mbështetur pikërisht këtë gjë. Kjo është një kapitull tjetër. Pra, ne kemi luajtur vërtet një rol shumë të rëndësishëm në rajon dhe do të jemi krenar të gjithë për këtë. Ama ne nuk mund ta mohojmë që zemra e shqiptarisë është Tirana dhe sytë e çdo shqiptari kudo që jeton në Amerikë, në Australi, në Kosovë, në Maqedoni, kudo i ka në Tiranë. Dhe e tregojnë ndeshja me Serbinë. Kjo nuk do ta nga element. Bravo, dhe kjo nuk do ta kompleksoj asnjë person, pavarësisht se kujt i bie radha për të qeverisur në Tiranë. Okej, jemi me gjatë Nura, nisu nga shifrat. Është temi kjo, ajo që ndodhi ditën e diel në Kosovë, një shuplak e parë për Kurtin. Qoftë e para e lejmë ruse për të? Unë besoj që po, e thash edhe në ndërhyrjen e mëparshme. Sipas meje, kohë do të vërtetoj, është fillimi i fundit të, po themi, të pushtetit në ngritje populizmit të politikanit Kurti dhe të lëvizjeve vendose, që në një farë mënyrë nuk është se nuk identifikohen shumë mirë me njëri tjetrin, po ta ndjekësh gjithë historinë e saj, identifikohen shumë mirë me njëri tjetrin. Besoj që kjo ka ardhur si një maturi e elektoratit në Kosovë, dha përgjigjen e parë. Mund ta jepte edhe më të rëndë, sepse e meritonte. Unë besoj që e meritonte, pa ta e vendosin ata. Kështu që nuk është mos na duket çudi që ne do shkojmë në zgjedhje të parakoshme dhe rezultatet do të jenë goditje, nuk po them fatale, po i goditje leksion i mrekullueshëm i elektoratit kosovar ndaj historisë Albin Kurti dhe lëvizjet vendose, që janë instrument historik në demokracinë e Kosovës, duhen pranuar, po që po japin një kosto për gjithë Kosovën, sepse marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara të Amerikës, sanksionet e Bashkimit Evropian dhe fakti që nuk e konsiderojnë më, fakti që shkon në Amerikë dhe nuk konsiderohet, fakti që Europa nuk e konsiderohet, fakti që nuk vjen këtu, janë të gjitha që shkojnë në një farë mënyrë dhe kosto për Kosovën. Dhe Kosova besoj që është e pjekur tashmë, elektorati kosovar do të japin në zgjedhjet e parakoshme që zorë se mund të shmangen, sipas analizës time. Do të japin një përgjigje, ky është fillimi në zgjedhjet lokale. Kemi edhe balotazh që do ta konfirmojë që Kurti do ta çonte vendin vet deri zgjedhjet e parakoshme, por tani mund dalim te skenari tjetër që është i detyruar. Rezultatet ja tregojnë rezultatet shikojmë se do dalë balotazhi, por rezultatet tregojnë që vendvendosa nuk ka shumë pak përkraje. Këshilltarët janë goditje e qartë për të. Balotazhi do të jetë për kryetarët e komunave dhe që sigurisht. Por goditja është dhënë pasi po marrim edhe Prishtinën, komunën apo siç quhet atje komuna, po ne nocionet tonë është bashkia e Prishtinës, ku Përpari Rama para 4 vitesh hynte si sfidant, doli i dyti në raundin e parë dhe pastaj fitojnë balotazh. Ndërkohë sot shikojmë që Përpari Rama se kryeqyteti e tregon temperaturën, apo jo? Ndërkohë shikojmë që sigurisht shkon balotazh, por Përpari Rama shkon si më i votuari. Pra shkon me një avantazh, le të themi,
duket sikur fitoria e tij tashmë është e parashkruar, ndryshe nga 4 vite më parë. Shiko, kjo që ndodhi ju e thatë shumë saktë atë që tregon temperaturën. E tregon temperaturën edhe për arsye të inteligjencës dhe për arsye të elitave, të cilat janë në kryeqytet. Dhe fakti që kanë lëvizur elitat, për mua është surprizë, sigurisht që është e vogël, po më duket se ka lëvizur qytetaria në Kosovë, gjë që unë nuk e besoja. Jo kam shprehur dhe këtu, kam menduar se edhe për një... Ne të kemi paralajmëruar që e kapit. Edhe për një 4 vjeçar tjetër, ende qytetarë s'do binden, por praktikisht kanë lëvizur dhe u binden. Brenda një viti ka humbur 8 pikë në shkurt krahasuar me zgjedhjet politike. Problemi është se dhe mund të ketë humbur po kaq pikë edhe në këto zgjedhje. Ka humbur 9 deputet. Çfarë kanë zgjidhur këto zgjedhje? Në radhë parë kanë zgjidhur një gjë, nuk kanë zgjidhur shumë gjë. Kanë zgjidhur një gjë që ky Kurti shkon në zgjedhjet e përgjithshme, jo me staturën që kishte, shkon i plagosur në thonjza. Domethënë, nuk shkon siç kishte menduar